Përshëndetje miq, jemi te emisioni Ura, emisioni I bashkëdhetarëve. Dhe sot do shkojmë në Londër, sepse atje është zhvilluar një aktivitet nga Union, Albania Union, në fakt një aktivitet që filluan të më merrin telefonin tonin përse nuk jeni dhe ju live. Duhet jeni live për arsye sepse të gjithë shqiptarët e Londrës pothuajse kanë ardhur biznese, kanë ardhur njerëz të ndryshëm dhe është një event që ne nuk e kemi parë ndonjëherë në Londër, që po e organizojnë dy personazhe tepër interesant, Ademi dhe Nazmio. Adem Marku dhe Nazmi Mema janë dy persona që organizonin eventin, por jo vetëm kaq, por kanë dhe një person tepër të rëndësishëm për eventin, është Casey Froku, është menaxhere e eventeve të pakicave kombëtare, diasporës, të bizneseve, dhe ka një ndërlidhje të mrekullueshme me diasporën dhe për këtë arsye ne e ftuam që të jetë sot në emisionin Ura. Casey, faleminderit që jemi në emisionin Ura. Faleminderit juve për ftesën edhe mirëmbrëma të gjithëve. Në fakt, po na sheh Londra, ju ishit atje dhe një atmosferë komplet tjetër nga ajo që prisnit, apo e kishit llogaritur që kështu t'ishte? Të them të drejtën, u surprizova, përveç u surprizova nga Londra, u surprizova me unitetin e shqiptarëve në Londër. Ishte diçka që nuk e prisja, të them të drejtën, që të kishte aq shumë persona. Ne kishim në event 739 persona të numëruar. Dhe me thënë, për ne ishte një arritje që nuk e kishim menduar. Tepër jashtëzakonshme dhe të them të drejtën, jo aq sa donim ne, por aq sa donin ata. Ata ishin iniciatorët e parë që donin se zbën të ishin pjesë e jona dhe normalisht ne bëm maksimumin tonë që të mblidhim të gjithë në një vend. Si mendon që erdhën se kishin nevojë për event, erdhën sepse ishin kurreshtar për eventin, donin dinin se ç'po ndodh dhe mendove se mund të respektojnë edhe Albania Union? Të them të drejtën, pak nga të gjitha. Pak nga të gjitha, qoftë nga interesat personale, qoftë nga dëshira e madhe për të qenë të bashkuar, siç jemi ne shqiptarë që duam të jemi një. Normalisht edhe për pjesën e promovimit apo networku që krijohet në atë event, sepse të kesh 730 persona, ku midis tyre 80 ishin vetëm biznese, të cilët kanë selit e tyre qoftë në Londër, qoftë në Europë, qoftë edhe në Shqipëri, është një bonus I madh edhe për ata, edhe për ne. Dhe mund të them me plot gojën që janë pak nga të gjitha që bën komplet atë unitetin e Albania Union. Në fakt janë gjithë kurreshtar. Çfarë ndodhi? Është pyetje shumë e drejtë për drejtë. Si nisi. Çfarë ndodhi dhe përse duhet shkoni deri në Londër për të parë a mblidhen as mblidhen dhe apo për të përçuar diçka më tepër? Jo, nuk kemi ikur me idenë a mblidhen apo nuk mblidhen. Kemi qenë 100% të sigurt që do mblidhen. Nuk e dinim që do mblidhen aq shumë, por që do mblidhen po. Ideja është që eventi është finalizimi I një pune 3-4 mujore. Pra, këta shqiptar informohen se do të krijohet një event gala, apo do të krijohet një nat gala, dhe normalisht fillojnë punët për pjesën e marketingut, sepse ideja jon është krijimi një networku, krijimi I lidhjeve të drejtë për drejta apo indirekte për pjesën e shqiptarëve në mbar botën. Dhe normalisht kemi nisur me njohjen e bizneseve nëpërmjet rrjeteve sociale, kemi nisur me njohjen e bizneseve nëpërmjet intervistave të cilat do të lançohen dhe në platforma të ndryshme që jo vetëm shqiptarët e diasporës, por edhe shqiptarët që janë këtu dhe në trevat ngjitur me neve t'i njohin, siç na njohin ata ne qoftë nga Shqipëria. Dhe normalisht eventi është finalizimi, ku gjithë secili do të njohë në mënyrë të drejtë për drejtë secilin që ishte aty dhe që mori pjesë. Që bën 3 muaj për të prezantuar, për të përgatitur, për të bërë punën tuaj të paraqitjes, por disa I duhet atyre nga Londra të bëjnë një lloj aktiviteti të tillë? Të them të drejtën, bashkë me Nazmiun dhe Ademin, kemi pasur goxha fluks, sepse të thash na ka dalë jashtëpritshmërive gjithë kjo pjesëmarrje dhe gjithë ky vrull për të marrë pjesë. Eventi I Londrës ka zgjatur me thënë të drejtën që nga janari. Ka filluar
normalisht pjesën e hapave të vegjël që nga janari, mbledhja e komunitetit, dikush të sugjeronte dikë tjetër, dikush thonte jo po pse nuk mora pjesë unë, dua të marr pjesë edhe unë, dhe normalisht kategorizimi bëhet në bazë të bizneseve, jetëgjatësisë, sa vite ka në treg, çfarë biznesi është, influencerat, sepse ka edhe profesione. Kemi edhe shumë shqiptarë të cilët ndoshta nuk kanë bizneset e tyre, por kanë një influencë shumë të madhe në treg dhe në komunitetet shqiptare në përbot. Mjekësi, avokati... Do flasim pak ndryshe për influencerët, do flasim pak ndryshe edhe për bizneset që kanë nevojë të shfaqen në diasporë. E di pse dua ta ndaj, sepse unë jam pjesë e diasporës. Jam pjesë e diasporës dhe dua që t'i shërbejmë diasporës, që t'i shërbejmë kësaj diaspore. Case është për ta parë si treg apo për t'i shërbyer në nevojat që ajo ka. Duhet të shihet si treg. Të them të drejtën, duhet të shihet si treg, sepse shqiptar... Ju të biznesit, menaxhimit jeni e shihni çdo gjë treg. Jo, ka shumë shqiptar me biznese. Dhe nuk mund ta profilizoj sikur ata kanë nevojë për ne, aq sa ka nevojë tregu ndërkombëtar t'i njoh këta shqiptar. Më beso, nuk jemi pakicë më për diasporë. Mund të them që jemi duke dominuar pakicat e ndryshme që ndodhen në diasporë. Qartë, Adem Marko mund të lidhet në Viber, sepse ka problem teknik me Skype-in, megjithatë, meqense jemi tek menaxhimi dhe tek bizneset. Ajo që do të na duhet ne në këto momente është dëshira e madhe e njerëzve për të lidhur, për të qenë në një network, për të qenë të pranishëm kudo që është diaspora, por njëkohësisht është dhe biznesi, është dhe jeta, është dhe aktivizimi. Ju i qëmtoni, i përzgjedhni, apo afrojnë vetë? Ne i përzgjedhim. Ne nisemi me idenë e qartë që ti përzgjedhim. Sepse ka dhe nga ata biznese apo profesione të ndryshme në treg që sapo kanë filluar operimin dhe normalisht nuk mund të jenë në të njëjtin nivel. Por nuk lëm jashtë as ato të cilët duan të jenë pjesë. Normalisht nuk do të kenë të njëjtin prezantim si bizneset të cilat kanë dhënë dhe kanë operuar në treg për shumë gjatë, por ato kanë atë pjesën e tyre se si mund t'ju shfaqen këtij komuniteti. Qartë. Më thanë që kemi Nazmiun në Skype. Atëherë kur të bëhemi gati, atëherë me Nazmiun do t'jemi, besoj se do t'jemi edhe në lidhje direkte. Case, duke unë shkputur pak nga puna juaj, je brenda një komuniteti të madh dhe e shikon atë me si thon, i cili ka sakrifikuar për të qenë ky i këtij kualiteti. Patë një analizë tënde si e pe këtë event? Unë ta thash në fillim s'dua të përsëris vetën, u surprizova, por pash edhe diçka tjetër në ndryshim nga çfarë ne dëgjojmë, sepse nga gjëja që ne dëgjojmë është që këta kanë shumë konkurrencë me njëri tjetrin. Por jo, aty pash diçka tjetër që secili person donte të inkurajonte tjetrin dhe i thonte me plot gojën bravo, sepse ka shumë shqiptarë të cilët duan të marrin nga njëri tjetri, por jo. Shqiptarët në diasporë janë aty për njëri tjetrin. Të paktën unë po flas nga pjesa e bizneseve me aq sa kam parë në event gjithmonë. Dhe jam surprizuar shumë nga kjo që inkurajoni njëri tjetrin, i jepnin forcë njëri tjetrit për të ecur përpara. Bravo, duar trokisnin për suksesin e tjetrit. Sigurisht. Dhe është diçka vërtet për të vlerësuar. Nuk i ikin entuziazmit, nuk i ikin shqiptarisë, dhe qofse shikon, janë pjesë shumë e rëndësishme edhe e marrëdhënieve që ato krijojnë. Më thuaj pak si e pritin ata biznesin që vinte nga Shqipëria, ose nga diaspora. Ata ishin të gjithë biznese shqiptare në Londër, domethënë në komplet Mbretërinë e Bashkuar. Por mënyra se si ata kanë pritur njëri tjetrin ishte për t'u duar trokitur nga ne, të cilët po shkonim atje për të krijuar këtë lloj eventi. E prisnin me shumë entuziazëm, ishin aty dhe po t'i shifje nëpër tavolina, nëse duhet të të ndihmoj, nëse duhet të të them diçka, mu telefonon një kartë vizit. Kjo është ajo gjëja që ne duam të arrijmë faktikisht, që ato të kenë mundësi të krijojnë kontakte me njëri tjetrin, të krijojnë network me njëri tjetrin dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Unë shoh sallën plot edhe habite. Megjithatë kam Adem Markun në lidhje drejt për drejt. Adem, përshëndetje. Adem, dëgjon?
Pra probleme teknike edhe me Nazmiun dhe me Adem Markun. Megjithatë, Case, ajo që na duhet në këto moment, po Adem më dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Të falenderoj Adem, po flisi me Casein dhe më tha që 700 sa vetë ishin të pranishëm dhe i besonin shumë Albania Unionit. Më thuaj pak se Casey duhet 3 muaj të përgatitem, por Albania Union sa kohë duhet përgatit të mbledh njerëzit? Faktikisht nuk është shumë e vështirë për të mbledhur shqiptarët, sepse kjo ka lind nga një nevojë për t'i bashkuar ata, sepse ne jemi, nëse shohim nisma të tilla të cilat na bashkojnë dhe na bëjnë të mundur për të treguar vlera, ne jemi gjithmonë gatshëm dhe gjithmonë bashkë me njëri tjetrin. Dhe kjo është gjë e mirë që dhe një virtyt që i karakterizon shqiptarët. Dhe më së miri ne kemi gjetë në Mbretërinë e Bashkuar, ku ne jemi në Londër, dhe kemi dëshmuar më së miri me eventin Albanian Stars Gala, që ishte vetëm pak para ca ditësh. Po. Atëherë më thuaj pak, Albania Union mori një projekt, mori një ide dhe duhet ta mbështesë ose të bëj i pranishëm për një event në zhvillim. Ju pëlqeu marrëdhënia me projektin apo nevoja për të qenë në një aktivitet? Nuk ishte vetëm çështje nevoje, po ishte edhe një projekt i cili ne ka treguar shumë mirë vlera dhe virtyt ne si kom, sepse sa më shumë jemi të bashkuar dhe marrim nisma të tilla, ne më shumë nxjerrim në pa kulturën, nxjerrim virtytin dhe vlerat që ne tregojmë si komunitet. Dhe faktikisht Albania Union ka qenë një nisëm e Nazmiut, të cilën e mbështetur unë gjatë rrugës, dhe e kemi marrë si iniciativë për ta çuar deri në fund, jo vetëm për të bërë një show apo për të bashkuar një ditë shqiptarët, por për një rrugtim shumë afatgjatë, i cili do të tregojë vlera, virtyt të bashkomasve tanë kudo që ndodhen në botë, duke startuar me Anglinë. Atëre, do të them një pyetje direkte, meqense derisa lidhemi me Nazmiun, si e shihni rolin e komunitetit të shqiptar në jetën sociale, kulturore të Anglisë? Do më thonë, si është kjo, jemi në pjesë, apo ata na presin, si thonë, të ftohtë marrëdhënie me ne? Padyshim ne kemi mësuar shumë nga ky event që ne kemi bërë dhe ky organizim gjatë gjithë kohës, por ideja është që ne si shqiptarë nuk jemi kurrë të ftohtë, sepse jemi gjithmonë bashkëpunues dhe jemi gjithmonë kërkues kur bëhet fjalë për të treguar vlera dhe kur bëhet fjalë për të qenë gjithë bashkë. Dhe sidomos kur jemi të bashkuar ne më së miri ne tregojmë shumë virtyt ndaj njëri tjetrit dhe mbështesim njëri tjetrin për të qenë të suksesshëm dhe pse jo për të qenë një urlidhse mes brezave të rinj dhe Shqipërisë, të cilët fatkeqësisht ne jemi larguar në qartë mënyra jo të barabarta, sepse dihet asnjë s'është larguar për çështje dëshire, është dikush nga nevoja, dikush nga halli, dikush për t'u integruar në arsim, në kulturë, por që nuk është se ka qenë një zgjedhje personale apo nga një dëshirë e madhe. Thjesht kemi qenë detyruar të largohemi dhe mendoj që kjo nisëm që ne kemi bërë, kjo platformë që ne kemi bërë, mendoj që do jetë një urlidhse shumë e mirë për të gjithë komunitetin shqiptar, jo vetëm në Angli, por anë mban botës. Atëherë po pyes prap Casein, Case. Mund të merret ky event si një model për diasporën? Po. Dhe mund ta kemi ne si etalon për ta paraqitur? Po, kjo ka qenë qëllimi jon. Ideja pse ne kemi nisur këtë gjë ka qenë për këtë arsye, që ky të jetë evenimenti i parë i cili do të na surprizojë jo vetëm neve, por të gjithë, dhe të jetë ideatori i parë që të tjerët të shohin që ne jo vetëm në Londër, po do e bëjmë në Gjermani, do e bëjmë në Zvicër, në çdo vend në të cilën ka komunitet shqiptar. Sigurisht, ajo që thamë që para ato do ju thrasin, cilat janë sfidat? Po i kthejmë prap Albania Unionit, Zoti Marko, cilat janë sfidat për evente? Për Unionin, por njëkohësisht edhe për, si thonë, për gjithë bashkësinë shqiptare atje. Padyshim, si çdo nisëm ka sfidat e veta, por faktikisht sfidat janë për njerëz të fortë dhe ne jemi shumë të fortë përderisa kemi hyrë kësaj nisme dhe ne duhet të qojmë deri në fund me sukses për të bërë krenar gjithë shqiptarët kudo që ka shqipfolës anë mban botës.
Nuk besoj që ka sfidë që do na bëjë të stepemi për të mos treguar atë që ne kemi nisur dhe atë që ne kemi projektuar, se ku do jetë Albanian Union mbas X vitesh, që do jetë një urlice për çdo shqipfolës anë mban botës ku do të ndodhë. Institucionet financiare, shteti, firmat private, janë nevojë për të paraqitur, por a janë ato suport për të realizuar këto evente? Jo. Ne çdo lloj gjëje që e kemi bërë deri më tani e kemi bërë me forcat tona dhe normalisht me pjesëtarë që kemi pasur rreth e rrotullt Albanian Union. Nuk e di se si do të jetë në të ardhmen, prandaj ne jemi munduar që të krijojmë evente dinjitoze që në momentin që të shkojmë diku dhe t'i themi që kjo gjëja vlen dhe për ju dhe për ne, të kemi diçka çfarë t'ju tregojmë dhe të kemi një arsye pse t'ua kërkojmë. Ama deri më tani çdo lloj gjëje ka qenë në mënyrë autodidakte. Sigurisht private, futet atëre kthehemi tek zoti Mema, a ka suporte financiare për aktivitetet, apo duhet gjithmonë diaspora të fusi dorën në xhep? Më dëgjon? Jo. Po drejtohet mua? Jo, po jo, nuk ishte. Kujtova se do kisha lidhje me zotin Mema. Atëre, Adem, diaspora futin dorën në xhep edhe për këto aktivitete? Kur i drejtohesh diasporës, ku ti referohesh që ti më qartë me pyetjen? Ideja ishte kjo, institucionet financiare, shteti, kompanitë e diasporës, a janë suport financiar për realizimin e eventeve? Do të gjej rastin të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët tanë, që kanë qenë iniciatorët dhe që kanë qenë mbështetja jonë më e madhe, që pa dashur të bëj dallime apo klasifikime të bizneseve të ndryshme. Normalisht kemi pas suportin e tyre dhe jam shumë mirënjohës për ta. Pa ndihmën e tyre ne nuk do mundeshim që të finalizonim, sepse normalisht çdo gjë është e kushtueshme dhe kuptohet, është mëse normale. Unë jam shumë mirënjohës për shqiptarët e suksesshëm që janë në diasporë dhe kjo ka qenë dhe qëllimi për të nxjerrë në pa të gjithë shqiptarët më të suksesshëm, të fushave të ndryshme. Nuk jemi cilësuar konkretisht vetëm të bizneset, po jemi të hapur në të gjithë fushat, sepse kjo ka qenë dhe qëllimi i eventit, për të nxjerrë në pa atë që ne jemi si shqiptarë, për të nxjerrë në pa suksesin, për të nxjerrë në pa vlerat, për të nxjerrë në pa krenarinë kombëtare. Është ajo që na bën të identifikohemi tek të tjerët. Dhe për të treguar që mos të kenë mundësi që nesër pas nesër të na klasifikojnë dhe të na etiketojnë siç na kanë etiketuar shpeshherë mediat ndërkombëtare. Do ta pyes Nazmiun direkt si ju kanë etiketuar. Nazmi, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi që të jem në studio me juve. Faleminderit që sot jemi bashkë për të marrë në analizë një event i cili ka bërë përshtypje të gjithëve, po aq më tepër Kesi që vjen nga Tirana atje kur thotë ishin aq shumë njerëz sa nuk na e priste mendja. Si ndodhi? Dëshira e madhe për të qenë apo duam që të shfaqemi kualitet dhe të jemi bashkë? Duam të ndaloj pak tek koncepti i Albanian Union, duke qenë se është konceptuar pothuajse një vit, që në edicionin e parë që ne kemi realizuar me personazhet dhe bizneset shqiptare vitin e kaluar, ishte një nisëm shumë e madhe dhe vitin e kaluar, por këtë vit, me thënë, u dyfishua si nisëm dhe koncepti i krijimit Albanian Union është një platformë e cila mbledh të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në diasporë në një të vetme. Pra një platformë digjitale, por edhe një vend takimi mes shqiptarëve dhe normalisht Albania Stars Gala që ndodhi në datën 15 qershor ishte edhe vula e të gjithë këtij projekti prej një viti që si tim ne kemi punuar dhe jam shumë krenar që me bashkomasit ton, ekipin, kemi punuar jashtëzakonisht shumë pa orar, pa ditë, pa Sakrifica, atëre e vetmja gjë që do të desha të ndaj, sfidat që kanë qenë për organizatorët, kanë qenë sfida me njerëzit apo në sistemin e organizimit, vëndveprimi, shpenzimet e të tjera? Mund ta them që mund t'i prek të gjitha këta pika që i përmende edhe ti. Jam mos e i bindur që edhe ekipi jonë, që ka punuar për këtë gjë, ka sfida të jashtëzakonshme, sepse nuk është e lehtë të mbledhësh një komunitet tërë prej 1000 persona siç kanë qenë në sallë, të fushave të ndryshme, duhet i takosh, duhet
të ja shpjegosh gjithkujt se si duhet funksionojë kjo platformë, çfarë benefitesh ka, çfarë feedback-u merr mbrapa, çfarë vlen kjo gjë. Pra nisma jonë nuk është thjesht një nismë me cila do të bëjë një mbrëmje aty dhe të kënaq gjithë njerëzit atë natë, por është vërtet një projekt shumë i madh ndërkombëtar që për herë të parë dhe jam shumë krenar për këtë pjesë, mbledh gjithë shqiptarët dhe do të ofrojë shërbime jashtëzakonisht të vlefshme për gjithë shqiptarët që deri më tani nuk kanë pasur një dritare ose një rrugë të drejtë për të marrë shërbime, si nga ana e dokumentacionit, si nga ana e projekteve, si nga ana e organizatave, si bizneset e tjerë. Pra, imagjino të kesh një map shqiptar të dedikuar vetëm për shqiptarët në gjithë botën, dhe kushdo që vjen mund vinë nga Shqipëria dhe mund kërkoj një restorant shqiptar, mund kërkoj një organizatë shqiptare, mund kërkoj një avokat, një mësues, një psikolog. A tani jemi në database-in. Pra, jemi në një database shqiptarësh dhe një suport për të lehtësuar jetën gjithë bashkëdhetarëve, apo jo? Pikërisht, pra, projekti këtë ka synuar, pavarësisht se ne kemi mbledhur dhe kemi zhvilluar një fest atë natë dhe kemi vlerësuar me çmimet e Albanian Union Excellence, siç janë titulluar këto çmime. Nuk është vetëm kjo, por e thash që kjo platformë ne synojmë fort të japim një znak kësaj platforme e cila ja vlen dhe duhet ta përdor çdo shqiptar që është në një vend të huaj, si ata që janë pa dokumenta, apo si edhe ata që janë këtu dhe kërkojnë një shërbim, kërkojnë një shqiptar, kërkojnë një bashkëkombas, kërkojnë një shërbim qoftë nga më i vogël deri ke shërbimet e mëdha që shumë shqiptarë nuk e kanë pasur më përpara, por tani kanë një qasje të re, kanë një dritare të re dhe jam shumë i lumtur për këtë. Kthehemi tek ajo pjesë që ne na duhet. E shikon që nëse i afrosh diasporës, uniteti i tyre është vërtet i çuditshëm dhe ky database i sinkronizimit veprimeve bëhet aq i madh dhe shumë i prekshëm. Shumë i prekshëm. Madje mendimin e tyre ne kemi arritur që të kemi të gjithë këta persona brenda, sepse siç e tha Nazmiu, ideja e këtij bashkimi është që ne të krijojmë një platformë networku. Dhe nga kjo platformë të krijohet në aplikacion, e më pas më gjërë me website të tjera nga ana e fushës së marketingut, dhe në rast se ti ke diasporën në krah, si ndihmes, më beso ti mund të përqash botën. Wow! Adem, e dëgjon shprehjen e Kesit, duket entuziazmi i eventit, i ka dhënë kësaj disa cilësi më tepër për vlerësimin e diasporës? Patjetër, është mos e pritshme dhe mos e prekshme, sepse realisht jemi ne ata të cilët nuk intimidohemi, jemi ne të cilët vlerësojmë meritokracinë dhe jemi ne të cilët ata jemi gjithmonë të vendosur për atë që ne kërkojmë. Dhe realisht diaspora është ajo që është e lirë, vepron lirshëm dhe i bën ballë çdo lloj gjëje. Dhe prandaj edhe shprehja e Kesit është me vend, kështu që e përgëzoj Kesin. Zoti Mema, sfidat e Albanian Union janë jo vetëm në evente, janë dhe në organizime dhe në përcaktime disa cilësive. Sa ka qenë suporti i kësaj shoqate, kësaj organizate për emigracionin? Ma bën në WhatsApp një mik i ynë nga Anglia, thotë a ka suport për jetën e përditshme të atyre që vinë për shkollat, për këto evente, ose këtë database do vejë në dispozicion të atyre që shkelin për herë të parë? Sigurisht do ketë një qasje në të ardhmen, shumë shpejt do kemi një qasje që t'ja lehtësojmë jetën çdo emigranti ose çdo personi që ndoshta vjen për herë të parë këtu, duke ofruar një shërbim ose një ndihmë sadopak nga bashkëkombësit tonë. Pa diskutim që ne nuk jemi ata që mundemi të shkelim ligjet këtu në Angli, siç janë ligjet e vendit këtu, dhe nuk mundemi të dalim kundrejt ligjeve që shteti anglez ka këtu, por jam shumë i bindur që edhe shteti anglez ka përparuar shumë në lidhje me mënyrën e qasjes ndaj emigrantëve. Unë jam shumë i lumtur sepse në këtë event, siç e mblodhëm në datën 15 qershor, kemi pas shumë organizata shqiptare të cilat ofrojnë shërbime të dedikuara për shqiptarët. Për shembull, marrim rastin e personave të cilët kanë ndoshta edhe ndihmë, nevojë për një psikolog ose për një organizatë e cila ofron shërbime të ndryshme ndaj shqiptarëve që janë emigrim. Pa harruar edhe shkolla shqiptare të cilët ofrojnë mësime gjuhë të të rinjve, të të rejave, pra të traditës, të kulturës, sepse edhe për ata që kanë qenë, është shumë koha që ka ardhur tani është
jashtëzakonisht shumë më e mirë, mund të them, dhe qasja është shumë më e lehtë përmes kësaj platforme tek të gjithë shqiptarët. Kështu që jam i bindur që edhe në të ardhmen do propozojmë bashkëpunimin edhe me institucione ndryshme, ndoshta këtu që ja kanë interes, dhe mund ta bëjmë punën shumë më të lehtë për t'i ofruar shqiptarëve ose kujdo qoftë që mbërrin këtu një integrim i cili domethënë konform ligjit për të vepruar më tej në hapat që ata duan të integrohen. Case, duhet prezantuar platforma. Duhet prezantuar platforma për të ditur njerëzit ku të kontaktojnë, çfarë nuk do marrin vetëm faqen në Albanian Union, por ose personat organizator, do të prezantuar platforma që të kemi dhe një logjik për të gjithë diasporën. Nëse duhet diçka, duan një model, të kemi modelin e Albanian Union. Normalisht, ne po punojmë për të hedhur në jetë platformën fizike. Qartë. Deri në ato momente, ne po punojmë me pjesën e rrjeteve sociale, me YouTube, me website, në momentin që ti klikon në Google, në ChatGPT, tashmë vetëm kërkon Albanian Union, do të shfaqet faqja, të gjitha janë aty, numrat e telefonit janë aty, përveç asaj revista Trendi, cila ne operojmë në Shqipëri dhe për pjesën e Ballkanit, është po aty në gjendje të këtyre shqiptarëve të diasporës. Albanian Union është 24 në 7 gati vetëm për pjesën e diasporës, ndoshta mos të përfshim fare pjesën e Shqipërisë, dhe së shpejti, besoj deri në shtator, ne do të lançojmë platformën fizike, në të cilën platforma fizike do të jetë kategorizuar, që do ketë për pjesën e bizneseve, për pjesën e konsulencës ligjore, për mjeksi, për shkolla, për çdo lloj gjëje që një shqiptari në diasporë do t'i nevojitet. Jo tashmë të shkojë në produkte të ndryshme të pyes njerëz, por vetëm me një klikim, me një kërkim ku ndodhe, do t'i shfaqen të gjitha ato gjëra për të cilat ka nevojë. Dhe ky është thelbi i krijimit të Albanian Union. Zoti Mema, tash i kthehemi tek ato që i interesojnë diasporës. Ju jeni brenda interesave, jeni rritur me këto interesat të diasporës. A më duket se duhet të orientojmë pak edhe të rinjt? Jemi tek brezi i ri. Brezi që jo vetëm që duhet di gjithçka, por kam përshtypjen që është ai që do të çojë botën para. Kam bindjen, jo përshtypjen. Patjetër. Të rinjt është siç dihet në Angli, shqiptarët janë pjesa më e madhe që bën shumicën, mazhorancën e shqiptarëve në diasporë. Dhe pa diskutim, programi Albanian Union nuk është thjesht një platformë digjitale, por gjithashtu një forum që gjithë shqiptarët e rinj, të gjithë ata që janë ndoshta që ke adoleshentët deri tek moshat e mëdha, kanë mundësi për t'u kategorizuar në vende të ndryshme sociale, kulturore, sportive, teatrale, në fushën e filmit, pra në shumë fusha të cilat deri tani ka munguar, sepse ne dim shumë mirë që shqiptarët vinë direkt për të punuar për një jetë më të mirë, po kjo nuk është e mjaftueshme, sepse gjithkush ka nevojë për një shkollë, gjithkush ka nevojë për një trajnim, gjithkush ka nevojë për një avokat, për një psikolog, për një mësues, për duhet futen gjithë lojë. Për shumë shërbime pikërisht. Pra siç jetojmë në shtetin tonë në Shqipëri, që marrim gjitha shërbimet, kjo ka qenë ideja që edhe këtu të kenë një ndihmë dhe të ketë evente dedikuara për këtë pjesë. Sigurisht edhe për të që bëjnë pjesën më të madhe, ne pa diskutim që kemi një program shumë të gjeshur dhe jam i bindur që me personat që kanë qenë edhe në datën e Albanian Stars Gala, janë ata që, si me thënë, janë membershipi i këtyre projekte. Ky membership do punoj me shqiptarët dhe qoftë sigurisht patjetër edhe me të rinjt. Adem, të rinjt kam përshtypjen që duan një vëmendje specifike. Ata e njohin gjuhën e teknologjisë, duhet t'i afrohet teknologjia, siç thotë Case, por duhet edhe mbushamendja. Ajo bëhet vetëm nëpërmjet jush. Patjetër. Jeni ju modelet. Të rinjt faktikisht luajnë një rol shumë të rëndësishëm qoftë në shoqërinë shqiptare apo në shoqërinë e komunitetit shqiptar në diasporë, për vetë faktin sepse janë motori i shoqërisë tonë dhe ne realisht kemi programe specifike për t'i mbështetur të rinjt dhe për të qenë gjithmonë kreatyre, sepse duam s'duam ne ato janë ardhmja e Shqipërisë dhe ardhmja e komunitetit tonë në diasporë. Dhe ne duhet krenohemi me ta, sepse kemi djemë dhe vajza të shkëlqyer në diasporë, që janë të kualifikuar në fusha të ndryshme,
Dhe realisht ne kemi edhe programe konkrete të cilët ne bëjmë të mundur nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që të njihen me njëri tjetrin dhe ku kemi mundësinë të shpalosim një platformë siç është Albania Union për të ndarë talentet e tyre mes njëri tjetrit dhe për të vlerësuar talentet e tyre në arenën ndërkombëtare, jo vetëm në arenën e komunitetit tonë, por në arenë ndërkombëtare, sepse njoh shumë të rinj, të reja që janë shumë të talentuar dhe këto talente të reja detyrimisht që duan mbështetjen tonë. Dhe kjo është dhe qëllimi që ne kur jemi gjithë bashkuar, ne bëjmë të mundur që të specifikojmë dhe të japim zë çdo të riu, çdo të reje i cili ka një qëllim të pastër dhe të qartë në jetë dhe me Albania Union ne bëjmë të mundur që ne të japim frym, të japim me jetë dhe ta nxjerrim në pa ta evidenton. Arsimin dhe bien e tyre. E kthejmë te Kezi. Ju ka shkuar ndërmend njëherë që të rinjt mund të jenë pak më të ftohtë në evente, mund edhe mos vinë, por janë tepër të interesuar për biznesin e shqiptarëve, edhe jo vetëm shqiptarëve të Shqipërisë, po shqiptarët e diasporës. Kjo është diçka për të vlerësuar në fakt nga mamat dhe baballarët që ishin pjesë e atij eventi. Ato kanë shqetësim. Domethënë nga feedbacket, nga ato përgjigjet në review që ne morëm mbrapa ishin, po sa mirë që e bët se mora djalin, mora gocën, nuk e dija që ishte një grup folklori, nuk e dija që ishte një shkollë në Shqip, edhe fëmijët u surprizuan. Si kishte mundësi ne ishim kaq afër dhe nuk e dinim, edhe ata thanë po tash unë dua të marr pjesë vitin tjetër vet, po unë domethënë i dha një nismë që ata ta shihnin se çfarë bëjnë shqiptarët vërtet nëpër botë dhe nuk kanë nevojë që të fokusohen vetëm në aktivitete të cilat mund t'i ofrojë vendin në të cilën ndodhen, por të ruajnë autenticitetin, të ruajnë kulturën, të ruajnë zakonet që trashëgohen dhe familjet shqiptare në diasporë normalisht e kanë akoma më të vështirë, sepse të jesh në një vend ku nuk është shqip folës, normalisht do të kesh ato barriera që edhe fëmijët ja mësojnë shqipen dhe ne po shohim që dita ditës tash edhe prindrit nuk kanë më as fuqi, as nerva që t'ju mësojmë më shqip, edhe thonë do flasim gjuhën e vendit ku do qëndrojmë edhe ka. Albania Union dhe ka ngritur ingranazhe të tilla ose që të mësojnë shqipen. Bëles zoti Mema një zonjë në fundin e eventit bëri thirrje, gjuhën shqipe, aq herë tha, sa mu desh të hapja, domethënë të shikoja nga mesazhi që më kisha ardhur kush ishte zonja. Më thuaj pak, ka efekt gjuha shqipe për identitet, apo kemi nevojë ne të identifikohemi si shqiptarë në çdo moment? Mund ta them që pa diskutim, të paktën po marr rastin e Londrës, sepse Londra është shumë e madhe dhe shqiptarët janë me shumicë në Londër. Sinqerisht nuk është se ndjej shumë mungesën e atë pa diskutim që e ndjej, nuk dua ta them këtë, por e kam fjalën, jemi aq shumë shqiptarë sa nganjëherë më duket vetja sikur jam në Tiranë, duke pirë kafe me të gjithë, me kafenet shqiptare. Kaq shumë ti je i bindur në Tiranë, nuk do i mbledhësh dot 700 vet. Shumë drejtë. Nuk do i mbledhësh dot se s'kan kohë. Pikrisht pra më besoni që në kafenet, në restorantet shqiptare, në aktivitetet, në kafenet ndryshme, në lounge, në shkolla, në vendet të ndryshme, sipas zonave, më besoj që nuk e ndjen fare idenë që mund të jesh jashtë Shqipërisë. Kështu që kjo më bën të lumtur, nga ana tjetër, duke qenë edhe sa më shumë pa diskutim që edhe gjuhën nuk mund ta harrojmë aq lehtë, sepse jemi bashkë dhe jemi detyruar në një farë mënyrë të flasim shqip, por nga ana tjetër patjetër që kemi nevojë brezat e rinj të edukojmë dhe ata të mos e harrojnë gjuhën, sepse ka shumë fëmijë që kanë edukojmë shqip. Pikërisht, ti edukojmë shqip dhe ishte shumë me vlerë. E marrin gjuhën angleze që në shkolla, kështu qartë. Pa diskutim që do të ketë evente dedikuara, qoftë libri, rrënjët shqiptare, qoftë aktivitete, do të flas edhe për pjesën e teatrit që ne mendojmë në Vjeshtë, të realizojmë një shfaqje teatrale shqiptare. Pra do ketë shumë dritare shqiptare të cilët fëmijët dhe brezat e ardhshëm ose brezat që janë këtu kanë mundësinë për ta marrë gjuhën shqipe në shumë forma të ndryshme. Adem, më thuaj pak bizneset e djemve dhe vajzave shqiptare që janë në Londër. Tashmë e shohim veten pjesë të networkut të kësaj dhëme tregtie digjitale, mund të them që është një prezantim ose një mundësi, sepse një punë e bërë, kam përshtypjen që tashmë duhet shpërndarë tek të gjithë.
Është një sakrificë, besoj që është sakrificë e madhe. Është goxha sakrificë, por realisht digitalizimi është i nevojshëm dhe e kanë kuptuar të gjithë. Dhe tani janë të gjithë bizneset, të gjithë supermarketet janë duke fokusuar tek digitalizimi dhe realisht me këtë platformën që ne kemi krijuar e shëgjejmë veten sepse normalisht do jetë një urlicë dhe do jetë diçka që do jetë në interesin e tyre dhe normalisht do jetë interesi i përbashkët mes supermarketeve dhe supermarketeve shqiptare. Dhe realisht është për të përgëzuar ku shef shumë shqiptarë që janë dhe supermarkete të suksesshëm dhe biznesmen të suksesshëm, duke ditur që vetëm 30 vite demokraci dhe kanë arritur këtu ku janë sot, është diçka për t'u admiruar dhe për të përgëzuar. Dhe për t'ju dhënë shumë mbështetje, qoftë nëpërmjet platformës që ne kemi krijuar apo qoftë vendeve të ndryshme, për të nxjerrë punën e tyre në pa. Normalisht ndërmjet komunitetit tonë. Dhe kjo është diçka e mirë sepse është një urlicë mes bizneseve, qoftë bizneseve të vogla apo edhe bizneseve të niveleve të mëdha në arenën ndërkombëtare. Zoti Mema, biznese të cilat duan të jenë shqiptare, duan të jenë edhe pjesën e networkut, por duan të ruajnë edhe veten. Ka riskje në këtë punë? Pa diskutim që ka riskje. Kesi për një luan kokën, jo. Shiko, pa diskutim që ka riskje nga më të ndryshme, sepse një shqiptar ka sakrifikuar çdo gjë për të arritur një biznes, për ta ngritur në nivelin që është sot dhe është jashtëzakonisht shumë e çmueshme kur shikon biznese shqiptare të cilët kanë konkuruar biznese ndërkombëtare në mes të Londrës, të kesh në zonën e parë dhe të kesh një restorant super të suksesshëm, të kesh një kafene, të kesh një produkt, të kesh një shërbim shqiptar. Kjo është të bën ndihesh jashtëzakonisht krenar dhe unë edhe me supermarketet që ishin atë natë që nga Dubai, nga Gjermania, nga Amerika, nga Kanadaja, për shembull si rasti i Samit, që ka një kompani jashtëzakonisht shumë të madhe në Dubai, Investing Group. Sem, i thash. Sem do të ishte në lidhje ditë për ditë me ne, por ndoshta edhe oraret janë. Ndoshta unë gjej rastin ta përshëndes jashtëzakonisht shumë sepse është një ndër personat jashtëzakonisht çmuar që ka kombion dhe mbështet pa më dyshe, mbështet pa interes, mbështet pa interes si thua çdo shqiptar i cili mundohet të japë për shqiptarinë. Dhe këto njerëz janë shumë të rrallë. Ose rasti i Bakiut, Bakiu është me rënë shqiptare dhe i ka jetuar në Gjermani, tani është në Afrikë me biznes. Raste të tjera pafund, pra raste të tilla mua më bëjnë të ndihem krenar dhe janë ata që kanë kontribuar dhe na kanë ndihmuar jashtëzakonisht, sepse të bësh një aktivitet të tillë, të mbledhësh 1000 shqiptar në një vend, pa diskutim që ka kosto jashtëzakonisht shumë të lartë organizuese. Çdo gjë, pra të punoj një ekip. Nëse kjo ka kosto, po do krijojmë edhe mundësinë për të mbështetur njëri tjetrin. Patjetër. Pa diskutim, do të them se kjo ka kosto për të zmadhuar. Pra, pikërisht, pra këto biznese shqiptare janë shkaku të cilët kanë kontribuar për të realizuar këtë gjë dhe nuk kam fjalë për të gjithë ata shqiptarë. Sigurisht që kemi nevojë edhe ne të rritemi si nga puna, si nga profesioni, por jam i bindur që të gjithë bashkë do bëjmë atë që ndoshta nuk e ka bërë asnjë shqiptar deri më tani. Ndoshta jo që nuk e kanë pasur mundësinë, por ka ardhur koha tani të gjithë bashkë ne, jo vetëm unë, jo vetëm Ademi, jo vetëm Casey, jo vetëm persona të tjerë që kanë kontribuar dhe është një tim jashtëzakonisht shumë i madh secili ka dhënë nga një dorë kësaj gjëje dhe normalisht jam shumë i lumtur që kemi afër këta njerëz. Me pluset minuset tona jam i bindur që një ditë do shkëlqesi Albanian. Atëherë unë do kem dy persona para se të shkoj te Casey. Problemin e riskut do ta them, do ta edhe tek ju. Por edhe Ademi edhe Nazmiu, dy persona në fakt e kishin parë spektaklin, edhe Ardo Meri dhe Zoti Gjelaj e kishin parë me dashurinë e madhe të Bashkimit të Shqiptarëve. Imagjino tani qofse bizneset ecin me sukses me gjuhë shqipe edhe në vazhdimsi me njëri tjetrin. Është suksesi edhe i Albanian Union, apo jo, Zoti Marku? Patjetër, realisht ndihemi krenar kur
Shohim që Albanian Union është pjesë e këtij rrugtimi për të bërë të ndihen krenar çdo sipërmarrës shqiptar. Dhe kur shef të gjithë sipërmarrësit shqiptar të bashkuar, realisht është një vlerë dhe është një krenari që ne ndjejmë si grup, si staf, sepse nuk dua të bëjmë dhe klasifikime. Realisht ne jemi një të gjithë të barabartë dhe të gjithë duke dhënë dorë njëri tjetrit për ta finalizuar. Jeni union, pra jeni bashkim, nuk si kemi emrin. Nuk ka cepa edhe lartësira aty të ndryshme. Neve historikisht si unë si Nazmiu apo Kesi nuk e kemi parë kur atë pjesën e hierarkisë, ne kemi qenë gjithmonë krah njëri tjetrit dhe kemi ndihmuar gjithmonë njëri tjetrin për të arritur objektivin që ne kemi vendosur. Sepse po të na shohësh si kapemi ne të tre me njëri tjetrin, se unë jam edhe pjesë organizimit atje, ti thua këta me njëri tjetrin nuk të bëjmë. Artur, mund ta them diçka, nëse lejohet të falenderoj edhe persona të tjerë, cilët kanë qenë pjesë e rrugtimit tonë, pa diskutim. Pavarësisht se për shumë arsye të ndryshme, ndoshta jo të gjithë do duhet të flasim në këtë emision, i falenderoj shumë si persona të cilët prej disa muajsh kanë punuar me ne, dhe jam i bindur që edhe në të ardhmen do ta kuptojnë që kjo gjë i ka rënë shumë forta, do nxjerrë në dritë gjithë ata shqiptarë që duan të jenë pjesë e saj. Kej, si duhet i ruajmë nga riskjet bizneset? Vërtet ato mund të jenë pjesë e platformës, mund të jetë pjesë e aktiviteteve, por duhet i ruajmë nga riskjet. E keni menduar një gjë tillë? Patjetër që e kemi menduar, edhe aq më shumë të punosh në Angli, domethënë duhet ta shohësh që kanë atë insurance, health and risk and bla 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 të tjera. Por risku të punojmë me ne nuk ekziston, sepse ne normalisht jo të punojmë me ju, risk pjesë e platformës, sepse të jesh pjesë e platformës, të paktën nga ana jon nuk ka as edhe një lloj risku, sepse ne punojmë në mënyrë ligjore, në mënyrë tatimore, nuk kemi as edhe një hatërmbetje me shtetin, qoftë shqiptar, qoftë anglez, çdo lloj gjëje operohet me pjesën e faturave, çdo lloj gjëje është e pasqyruar në bilanc financiar, domethënë ideja që të jesh pjesëmarrës nuk ka as edhe një lloj risku. Risku i vetëm është konkurenca. Në rast se bizneset fillojnë që ta shohin pjesëmarrjen si konkurrencë, atëherë ato do fillojnë me pjesën e hatërmbetjeve. Dhe këtë gjë ne kemi prekur dhe në moderim dhe në prezantim. Mos e shihni si konkurrencë kundrejt njëri tjetrit. Shiheni si konkurrencë vetes tuaj. Ku ishit sot, ku do jeni nesër, apo ku ishit dje e ku jeni sot. Domethënë, dhe gjëja që mua më bëri shumë përshtypje në Angli, në ndryshim me Shqipërinë, ishte se pjesëmarrësit atje nuk merrnin pjesë pse mori pjesë Kesi apo pse mori pjesë Nazmiu. Ata merrnin pjesë, unë jam një biznes me një emër autentik. Janë më të qarta shqiptarët. Shumë më të qartë dhe në vizionin e tyre dhe çfarë ato prezantonin. Kurse në Shqipëri është çika ajo pjesa e konkurrencës, unë s'dua të marr pjesë se mori pjesë ai. E tha Nazmiu që është Anglia, Londra është jashtëzakonisht e madhe dhe ka vend për të gjithë. Megjithatë, në të gjithë këto elementë, Nazmi ishte festa. Shqiptarët i mbledh kënga, i mbledh daullja, i mbledh vallja. Ku ndryshonte pjesa e leksioneve ose e eventit shkencor ose biznes dhe ku ishte festa shqiptare? Shiko Artur, kjo pjesë, domethënë ne kemi pas një celebrim që nga hapja e kësaj të ftuarit kur erdhëm ne, normalisht ne hapëm me një valle kombëtare duke përfshirë që nga trevat tona shqiptarë në jug deri në pjesën e Kosovës. Dhe sinqerisht ishte gjëja më e bukur duke shpalos flamurin në hapje të eventit. Mesazhet që u përshua ke shqiptarët dhe pa diskutim pastaj vajzat dhe djemt e ri që na dhanë koreografi dhe shfaqje të papar për sa i përket elementëve tradicional shqiptar, që ke flamuri, që ke veshjet kombëtare, që ke këngëtarët, që ke ata që i binin daulleve, që ke ata që kishin një... Ja këtë vallë dhe shojmë edhe në fund të emisionit përbashkët që kemi ne. Pra, ka valle, ka këngë, ka shumë shqiptare eventi, kemi nevojë për një, si thonë... Patriotizëm. Patriotizëm me ngjyra. Vdesim për çik patriotizëm. Po kemi nevojë. Titulli është gala. Okej. Ma besoj që ndoshta edhe në Shqipëri nuk e kanë gjetur dot një shfaqje të tillë dhe janë ndier shumë mirë sepse imagjino kur përsëritet një herë në vit të paktën dhe i merr të gjitha këto elementet kombëtar, është shumë kënaqësi e madhe për të
për ta shijuar atë natë. Ideja e eventit faktikisht ishte që nisi me pjesën e patriotizmit, kishte 2 daljet e para të bizneseve që është komplet, normalisht gala kanë mundësin për të folur, kanë mundësin për të prezentuar, pastaj një këngëtar shqiptar, me ca këngë shqiptare, pastaj prap një sfilat vetëm me veshje shqiptare dhe në momentin që ishte pjesa e patriotizmit, vetëm i shije, ngriheshin nga tavolinat, bravo, Duart Trokitje, kurse kur ishte pjesa e bizneseve, ishin më në brendësi të biznesit, dëgjonin, ishin shumë stoik, Duart Trokisnin let, ishin domethënë elegant, komplet, tamam ajo galaja. Atë janë shqiptar o anglisht. Në momentin që hape flamurin shqiptar, nuk njifnin më as gala, as edhe një lloj perimet. Jemi irlandez aty, jemi skocez. Atëre, kthehemi te zoti Marku, nëse shohim planet, shohim projektet, edhe ka një vizion. Cili është vizioni i Albanian Union për një të ardhme të afërt dhe të largët? Të afërt për festat dhe biznesin, por perspektiva. Patjetër, faktikisht vizioni i Albanian Union është i qartë dhe kemi bërë ditur, sepse qoftë për një të ardhme të afërt apo një të largët, ne faktikisht shohim edhe pak më larg se sa ç'duhet, sepse shohim si diçka që do jetë shumë e domosdoshme dhe shumë e nevojshme për komunitetin. Dhe vizioni është shumë i qartë që do jetë diçka që do jetë gjithmonë në shërbim të komunitetit dhe në të mirë të komunitetit. Kjo është ajo që na bën të ndihemi më të dhënë për ta shuar deri në fund këtë nisëm dhe për ta bërë më të prekshme dita ditës. Dhe realisht me projektet që ne kemi marrë, që i kemi projekte afatgjata, është bën të mundur që kjo të rrinë në jetë për një kohë të gjatë dhe të jetë një platformë e cila do ketë një membership shumë të zgjeruar dhe sa më zgjeruar të jetë membershipi qoftë duke nisur këtu me Anglinë dhe duke përfunduar në çdo cep të Evropës, në çdo shtet të Evropës dhe më gjerë Evropës deri në Amerikë. Dhe realisht kjo do jetë ajo që do jetë aspirata jonë që do i vëmë piksinimin për ta bërë sa më të zgjeruar këtë membership, që të jetë një armë shumë e fortë përballë çdo lloj gjëje. Qoftë edhe për të qenë dhe një kontribut për Shqipërinë. Qartë. Atëre, Nazmi, një mesazhin tuaj nga Albanian Union për një të ardhme të platformës dhe vëmendje ndaj bizneseve, njëkohësisht edhe për komunitetin shqiptar atje. Artur, është kënaqësi që të bisedoj me juve dhe normalisht i jepni zënë të gjithë shqiptarëve që janë në gjithë botën nëpërmjet këtij emisioni dhe edhe emblema jonë nga diaspora për kombin besoj që flet shumë. Është një embleme e cila është zgjedhur me kujdes dhe qëllimi jonë është që diaspora të bëjë për kombin tonë, sepse ne jemi një komb shumë i madh por një shtet shumë i vogël dhe mendojmë që këtë shtetin shumë të vogël ne të arrijmë ta zmadhojmë dhe ta bëjmë në përmasat e kombit tonë, siç nga Ilirët deri tek kohët moderne. Pra, t'i lëmë të gjitha pabarazit që na kanë ndoshta për shkak të historisë, ndoshta për shkak të luftrave, për shkak të ndodhive të historisë që prej vitesh ne s'kemi mundur dot ose edhe nga politika. Pra, unë do të përshënoj një mesazh për gjithë shqiptarët që janë jashtë, të qëndrojnë sa më të bashkuar dhe i lënë ndoshta edhe këto gjërat e vogla që ne nganjëherë jemi edhe shumë analitik dhe mundojmë të gjejmë edhe gabime tek organizimet ose tek projektet. Sigurisht që kemi hasur. Dasëm pa gabime nuk ka, mos ki merak. Jo, pa diskutim, por dua të përçoj këtë mesazh sepse dua të flas këtë gjithë shqiptarët që sinqerisht ka qenë një punë voluminoze, një sakrificë, që është provuar në lëkurën tonë dhe ju them shqiptarëve të vënë në pozitën tonë, por ama të marrin thelbin e kësaj gjëje, sepse Albanian Union nuk ka 100% për 2 muaj, për 1 vit e më tej. Albanian Union synon që të ketë një zë për herë, të jetë një union i shqiptarëve që janë në gjithë botë, ata që linin të ri ose brezat që do vinë, pra ta dinë identitetin tonë kombëtar dhe të kontribuojnë për vendin tonë dhe të kemi një komb si gjithë kombet e të forta të botës. Se nuk na mungon asgjë, nuk na mungon as kultura, nuk na mungon as pjesa historike që ne kemi të çmuar, pra t'i japim zënë. Pra jemi patriot me atë që na takon, që e vlerësojmë vërtet. Të na vlerësoj bota për vërtet për rrënjët tona të lashta që të dimë të themi botës që shqiptari është shumë i fortë dhe ka vlera deri në historinë e lashtë. Qartë. Të falenderoj shumë Nazmi, të falenderoj Adem që ishim bashkë sot, të falenderoj për
idenë e platformës me kesin që jeni pjesë tashmë e një realiteti tjetër për diasporën, apo jo? Respekt për ju. Faleminderit, dhe ishte shumë kënaqësi që ishim prezent. Faleminderit, kthejmë te Case. Duhet që platforma të ketë unionin për Anglinë, po të ketë disa unione tjera për të kthejmë prapë tek ajo që kërkova. Duhet Amerika të jetë Amerikë, duhet të jetë Gjermania dhe bizneset tashmë, po të them vetëm në Itali. Në Itali janë mbi 5.800 biznese të regjistruara me emër shqiptar. Me emër shqiptar. Përveç kësaj janë rreth 11.000 biznes individ që zhvillojnë biznese atje shumë të suksesshme. Kështu që platforma ka nevojë dhe ka dhe Por ne duam vetëm një nismë të vogël. Në rast se ata kërkojnë vetëm një, dua të jem pjesë, më beso, unë jam nisur nga Shqipëria në Londër për të organizuar një event atje, Italinën e kam këtu. Kështu që nëse ata na ndihmojnë pak ne, normalisht me pjesën e njohjeve, me pjesën e ligjit, sepse dhe ne nuk duam të cënojmë absolutisht as edhe një lloj gjëje, më besoj që ne do t'i ndihmojmë shumë më shumë. Jo vetëm për interesat personale, por qoftë për interesat e kulturës, zakonit, networku i gjithë shteteve network direkt apo indirekt. Në një platformë të njohshme. Kjo është ideja dhe thelbi i krijimit të platformës Albanian Union. Çdo shtet do ketë ekipin e tij, të cilit do t'i drejtohet, sikur Shqipëria më ka mua, sikur Londra ka Nazmiun Ademin dhe mua, do të ketë Gjermania, do ketë Zvicra, do ketë Italia, dhe ne pak a shumë kemi filluar t'i zgjedhim ato kopra të cilat do t'jenë drejtuesit, pjesa e stafit, normalisht hierarkia e stafit e di shumë mirë se si ecën, dhe normalisht besoj në një të ardhme, në jo më shumë se 5 vjet, ne do kemi nga një databazë në secilin shtet në të cilin ka shqiptar. Eventi i radhës është në Kosovë, eventi i nëntorit do të bëhet në Boston, eventi i Shqipërisë do të bëhet në dhjetor, dhe ne duam që nisma e këtij Albanian Union të jetë minimalisht një event në muaj, në shtete të ndryshme. Atëre, të dashur miq, do e falenderoj Casein që erdhi për ta prezantuar këtë ide të madhe, për të bashkuar forcat tona ekonomike, fantazin, bizneset, njëkohësisht dhe atë patriotizmin në biznese, patriotizmin në bashkëpunim, në network, sepse ai patriotizm i ka bërë izraelitët jenë këta që janë. Edhe shumë shtetet tjera, edhe irlandezët, edhe të tjerët. Ne jemi të tillë nëse bashkohemi me njëri tjetrin. Do falenderoj të djemë të Albanian Union për organizimin perfekt, njëkohësisht edhe Casein, por parë se të ndajemi do të lidhem me Italinë. Me Italinë se para pak ditësh komunikoja me Arieta Hallunin Perdja nga shkolla Migjeni dhe më tha të lutem duhet kemi dhe një aktivitet që për komunitetet për festën e popujve dhe pas asaj duam të jemi të emisioni ura, të mbyllim edhe vitin shkollor, të jemi edhe njëkohësisht edhe disa hapa para me nxënësit me shkollën Migjeni në Fano të Italisë. Unë do i lutesh Arigjis të më krijojnë lidhje me Arieta Hallunin Perdja nga shkolla Migjeni. Fano është zvendës koordinatore e kësaj shkolle Migjeni, njëkohësisht dhe Valbona Prendaj, Marku, si koordinatore e shkollës Migjeni në Fano Itali. Njëkohësisht kam dhe nga me Rezard Velej, nga shoqata Ilirianët në Fano të Italisë. Regjia i kemi lidhje drejt për drejt tashmë grupin nga shkolla Migjeni, nuk i kemi akoma, atëre derisa të lidhem ato, unë do të bëj dhe një pyetje. E pe gjuhën shqipe, e pe nevojën atje, e pe që të mëdhenj të flasin, po edhe të vegjlit të rinj të flasin shqip. Shumë e drejtë. Ka një lloj theksi shumë të bukur edhe të lezetshëm, ama gjuhën shqipe. Do ta quajmë dialekti diasporës. Tamam, dialekti diasporës, ashtu edhe kur kemi folur, ke një dialekt tipik diaspore që e dallon direkt që është një fëmijë i lindur dhe i rritur jashtë, por duar trokas edhe jam shumë krenare për prindërit të cilët nuk e kanë humbur akoma dhe i mësojmë pavarësisht të gjitha vështirësive, sepse të mësohet shqip në shtëpi, në kopshte, në institucione shkollore, pastaj të kalohet në gjuhë të ndryshme. Është goxha e vështirë qoftë për kapacitetin që mban truri i një të mituri. Qartë. Por gjuha shqipe nuk mungon. Gjuha shqipe nuk mungon në as edhe një lloj
vëndi. As në tren, as në metro, as në autobusa, as në aeroport të betohem, ti ktheje kokën mbrapa edhe shifje 2 shqiptar duke folë, ose shifje 1 shqiptar duke folë në telefon. Me zot lartë. Normalisht, me zot lartë, që tash ne duhet të tregojmë nga jemi, por që në Shqipëri ka ardhur ky trendi jo do flas italisht, jo do flas anglisht, atje nuk bëhet fjalë, nëse je shqiptar, atje flet shqip dhe nuk e luan topi fare. Mendon se do e kesh sukses shumë këtë projekt? Nuk mendoj, e di. Edhe njëherë, më thuaj, e di të se është projekti sukses. Që do jetë projekti suksesshëm. E di që do jetë projekti suksesshëm sepse shoh nevojën e madhe të këtyre bizneseve, të këtyre njerëzve të profesioneve të ndryshme që të jenë pjesë e një komuniteti ku dëgjohen, pjesë e një komuniteti ku ata ndihen vërtet vetja e tyre, sepse ne e dim që guri peshon më shumë në vendin e vet. Sigurisht. Por ne të jemi ata të parët që do krijojmë këtë nismë që edhe pse je atje të peshosh, aq sa ke vlerën. Jo më shumë, jo më pak, aq sa ke vlerën. Dhe të njihesh jo vetëm nga shqiptarët apo nga kolegët e tu, po të njihesh vërtet nga ai shtet se shiko pa shqiptar ti nuk ecën dot para. Dhe çfarë thua? Shumë e drejtë. Do t'ja bëjmë ditur gjithë shteteve që patjetër. Unë ta thash edhe në fillim, Artur, që shqiptarët nuk janë pakic. Ne jemi mazhorancë në shtete të ndryshme. Më pak ka shqiptar në Shqipëri se sa ka shqiptar në shtete të ndryshme. Këtë e di. Dhe ata janë evident dhe aktiv. Unë vërtet mund të kem një moshë goxhat vogël për të parë. Re. Po, shumë e re, për të parë shumë vende, por në të gjitha vendet që kam parë dhe kam vizituar, ka qenë, domethënë, një dominancë në numër e shqiptarëve. Qartë. Dominancë kështu, në thënë absurde. Tere në kes nuk mbetet gjë tjetër, vetëm të falenderoj që ke bërë një punë kaq të madhe, njëkohësisht edhe bindjen që ke që suksesi në platformet diasporës e biznesit dhe marrëdhënies do të jetë i madh, i qartë. Të falenderoj shumë për ftesën ty dhe faleminderit për gjitha.